Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes. Kryeministri Edi Rama i quajti urrejtës besnik të gjithë ata që vunë në dyshim renditjen e Shqipërisë në vend të parë në botë për sigurinë kibernetike. Edi Rama sqaroi sërish se vlerësimi nuk është propagandë, por bazohet në një metodologji ndërkombëtare. Vijon situata problematike me zjarret, ku qindra forca zjarfikse, ushtria dhe avionët Air Tractor po luftojnë me flakët në terren. Në Dibër dhe Patos zjarret po u afrohen shtëpive, ndërsa në Krujë është riaktivizuar një tjetër vatër. Negociatorët iranian janë dinak dhe të pandershëm, deklaroi presidenti amerikan Donald Trump, sipas të cilit ata bien dakord për diçka, por pastaj ndryshojnë qëndrim, ndërsa Izraeli dhe Libani pritet të rinisi negociatat muajin shtator në Rom. Kriza në FIFA po merr për masa të reja. UEFA dhe 2 konfederata tjera të mëdha po bashkojnë forcat për të hartuar një model të ri të drejtimit të futbollit botror, duke vënë në pikpyetje presidencën e Gianni Infantinos. Kryeministri Edi Rama i quajti urrejtës besnik të gjithë ata që vunë në dyshim renditjen e Shqipërisë në vend të parë në botë për sigurinë kibernetike. Edi Rama sqaroi sërish se vlerësimi nuk është propagandë, por bazohet në një metodologji ndërkombëtare. Kryeministri Edi Rama ju përgjigj kritikëve që vunë në dyshim renditjen e Shqipërisë në vend të parë në nivel global për zhvillimin e kapaciteteve kombëtare të sigurisë kibernetike, duke e cilësuar kritikët si urrejtës. Kreu i qeverisë thekson se klasifikimi nuk është produkt propagande, por bazohet në një metodologji ndërkombëtare që vlerëson kuadrin ligjor, kapacitetet institucionale dhe sistemin e parandalimit në fushën e sigurisë kibernetike. Një shënim i nevojshëm për urrejtësit besnik dhe ushtrinë e tyre të trollave, që u vërsulën si tufasorash e korbash me trulliloj krakrash. Në fakt renditjen e National Cyber Security Index nuk e bën asnjë sor, asnjë korb dhe asnjë troll, e vendos një metodologji ndërkombëtare me 98.33 pikë, të madhura mbi kuadrin ligjor, kapacitetet institucionale dhe sistemin e parandalimit. Urrejtësit e mi besnik mund të hidhen përpjet, por tabela nuk ndryshon pse ata derdhin mlefe larg mbi pasqyrat e tyre digjitale. Përmes ironisë, kryeministri Rama shprehet se nuk ka ilaç për dhimbjen e urrejtësve, që sipas tij duan ta shohin Shqipërinë në fund. Mund të jetë dhimbshme të jesh trolli një shteti që del në krye të klasifikimit botror, pikërisht në aftësi mbrojtëse nga trollimet malinje, por s'ka ilaç për dhimbjen e urrejtësve. Kështu që vazhdoni, forca, çdo koment i juaj është një klikim më shumë, një provë më shumë dhe një buzëqeshje më shumë për mua. Në këtë ditë të bukur arritjeje fantastike. Gjatë së martës, kryeministri Edi Rama publikoi rezultatet e National Cyber Security Index për sigurinë kibernetike, ku flamuri kuqezi kryesonte me 98.33 pikë. Pas Shqipërisë renditej Çekia, Kanadaja dhe Estonia nga një sulm brutal te vendi i parë në botë, shkroi më herët kryeministri Rama, teksa theksoi se përparimi erdhi pas sulmit kibernetik iranian në vitin 2022, kur ndodhi sipas tij kthesa epokale. Rama vlerësoi edhe mbështetjen aleatëve ndërkombëtar për rrugtimin e Shqipërisë, ndër vite me investime në infrastrukturën shtetërore digjitale, mbi të gjitha partneritetin e ngushtë me izraelitët për të ndërtuar arkitekturën e re inovative të mbrojtjes në vend. Ky është Top Channel. Importi i mishit nga Brazili do të ndalohet në Shqipëri nga 3 shtatori. Në një shkresë drejtuar AKU-s, Ministria e Bujqësisë sqaron se lejon importin vetëm nga zonat e miratuara nga Bashkimi Evropian. Brazili është hequr nga lista europiane dhe importet mund të rifillojnë vetëm nëse Brazili do të riautorizohet. Pas 20 vitesh shqiptarët nuk do të ushqejnë më me mish Brazili. Kjo ndërprerje e marrëdhënies tregtare vjen pas vendimit të Bashkimit Evropian për të furnizuar me produkte të origjinës shtatëzore nga Brazili. Ky përfundim erdhi pas qëndrimit unanim që mbajtën ekspertët e shteteve anëtare për shkak të përdorimit të medikamenteve veterinare që rrisin masën muskulare të kafshëve. Top Channel ka arritur të sigurojë një shkresë përcjellëse, ku Ministria e Bujqësisë i përgjigjet autoritetit kombëtar të ushqimit se si duhet të veprojmë me tregtarët që sillin mishin e Brazilit në vendin tonë. Në këto kushte, për sa kohë që urdhri i ministrit i 2006 se kushtëzon importimin me miratimin nga BE-ja të zonave dhe stabilimenteve të prodhimit,
Ndryshimet e sjella me rregulloren zbatuese të Komisionit 2026 reflektohen drejt për drejt në zbatimin e këtij urdhri. Gjithashtu, Ministria i le detyrë AKU-s që duhet të njoftojë bizneset të ndërpresin marrëdhënien tregtare me Brazilin. Për sa më lart AKU të marrë të gjitha masat e nevojshme për njoftimin e operatorëve të biznesit që importojnë mish gjedi dhe mish shpendësh nga Brazili mbi ndryshimet e mësipërme, zbatimi i të cilave fillon nga data 3 shtator 2026. Nga viti 2006 deri më tani, Brazili është furnizuesi kryesor me mish viçi, derri, lope dhe pule për Shqipërinë. Gjithashtu, ky mish ishte dhe burimi kryesor për fabrikat. Nëse referohemi të dhënave nga ujitës të Bankës Botërore në vitin 2024, Shqipëria importoi nga Brazili 28.5 milion dolar mish dhe të brendshme, nga të cilat 10.1 milion dolar qenë mish të kategorisë së shpendëve. Pas këtij vendimi, Shqipëria duhet të kërkojë një treg të ri mishi, që nuk ofron vetëm çmimin e lirë dhe sasinë, por që mbi të gjitha të garantoj sigurinë ushqimore. Vijon situata problematike me zjarret ku qindra forca zjarfikse, ushtria dhe avionët Air Tractor po luftojnë me flakët në teren. Në Dibër dhe në Patos zjarret po u afrohen shtëpive, ndërsa në Kruj u reaktivizua një tjetër vatër. Qindra forcat e emergjencave vijojnë përballjen me flakët në terren, ku gjatë orëve të fundit janë raportuar 23 vatra zjarri. Ministria e Mbrojtjes njofton se po luftojnë me flakët 26 automjete zjarfikse, 310 forca operacionale, 103 efektiv të forcave të armatosura, 3 helikopter të forcës ajrore dhe 2 avion Air Tractor. Situata paraqitet më problematike në drenje të Bashkisë Patos pas reaktivizimit të zjarrit në thellësi të pyllit. Në ndihmë të forcave zjarfikse dhe ushtrisë kanë shkuar dhe 2 avionët që po ndërhyjnë nga ajri për normalizimin e situatës. Në Kruj vijon puna në 2 vatra. Në bazë situata mbahet në monitorim të vazhdueshëm dhe aktualisht nuk ka rrezik për zonat e banuara. Në Krast Halil, pas ndërhyrjes me avion, situata u normalizua, por forcat operacionale vijojnë punën në terren. Një tjetër operacion i rëndësishëm po zhvillohet në Gur Lur të Dibrës me 10 forca zjarfikse dhe 2 helikopter të forcave të armatosura. Ata po pozicionohen pranë banesave për të garantuar mbrojtjen e komunitetit dhe për të qenë të gatshëm për çdo zhvillim të situatës. Vatra aktive zjarri ka dhe në Dajt, në Priskë të Madhe dhe në malin e në Mërçkës, si dhe në malin e Dhëmbelit në Përmet, por pa rrezik për banesat. Thirrjet për dorëheqjet klasës politike shoqëruan edhe protestën e 73 këtu në Tiranë. Organizatorët përsëritën kërkesat e tyre për qeveri teknike dhe ndryshime kushtetuese. Për 73 ditë me radhë në bulevardin Dëshmorët e Kombit u përsërit e njëjta thirrje, dorëheqja e kryeministrit Edi Rama dhe gjithë klasës politike. Protesta e bulevardit kujtoi edhe një herë kërkesat për qeveri teknike dhe ndryshime kushtetuese. Shqipëria e re kërkon një kushtetutë të re. Shqipëria e re kërkon një qeveri teknike në mënyrë që të realizohen kërkesat e kësaj proteste dhe të këtij populli, në mënyrë që të ndalohet popullimi i Shqipërisë. Protestuesit nuk kursyen as opozitën, ndërsa pas fjalimeve poshtë kryeministrisë, ata ju drejtuan rrugëve të kryeqytetit. Me thirrjet për rrëzimin e politikës, protestuesit zhvilluan marshimin e përnatshëm dhe njoftuan ritakim sërish të mërkurën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian dënuan deklaratën e presidentit Serbisë Aleksandar Vučić për ndryshimin e rrjedhës së lumit Ibër. Departamenti i Shtetit dhe Brukseli e cilësojnë normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve me rëndësi për stabilitetin e rajonit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë reaguar pas deklaratës së presidentit serb Aleksandar Vučić për ndryshimin e mundshëm të rrjedhës së lumit Ibër,
duke theksuar se veprime të tilla nuk I shërbejnë normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në një reagim për Radio Europa e Lirë, Departamenti Amerikan I Shtetit theksoi se paqja dhe stabiliteti në Ballkanin Perëndimor janë prioritete të Shteteve të Bashkuara. Normalizimi I marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës është pjesë e domosdoshme e stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Edhe Brukseli dënoi deklaratën e Vučić dhe bëri thirrje që të ecet përpara vetëm me dialog. Përparimi në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të arrihet vetëm përmes dialogut. Deklaratat përfshirë ato për ndryshime të mundshme të rrjedhës së lumit dhe veprime që nuk e mbështesin këtë synim duhet të shmangen. Komisioni Evropian rikujtoi gjithashtu se përparimi në dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës është parakusht që të dyja palët të avancojnë në rrugën e tyre europiane. BE-ja komentoi edhe gërmimet e fundit në zonën e liçenit të Ujmanit, me të cilat presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić e kishte lidhur deklaratën e tij për mundësinë e ndryshimit të rrjedhës së Ibrit. Sipas Komisionit Evropian, çdo masë zbatuese me pasoja të pakthyeshme duhet të respektojë procesin e rregullt ligjor. Sa I përket situatës në liçenin e Ujmanit, ne tashmë kemi shprehur shqetësimet tona lidhur me rënimet e fundit. Personave të prekur duhet u jepet mundësi efektive për të kërkuar mbrojtje ligjore dhe kur është e zbatueshme, mbrojtje të përkohshme gjyqësore para se masa të zbatohet. Lumi I bën rreth 270 kilometra I gjatë, mbron në Mal të Zi, kalon nëpër Serbi dhe më pas hyn në Kosovë, ku furnizon liçenin artificial të Ujmanit. Rreth 2/3 të këtij liçeni ndodhen në territorin e Kosovës dhe furnizon me ujë dhe energji elektrike pjesën më të madhe të vendit. Thellohet përplasja mes Shqipërisë dhe Serbisë pas deklaratës Aleksandar Vučić për lumin Ibër. Ministri Serb I Integrimit u shpreh se Kosova është pjesë e Serbisë. Homologja shqiptare Majlinda Dhuka I kujtoi sërish të drejtën ndërkombëtare. Tirana dhe Beogradi zyrtar vijojnë përplasjen pas deklaratës së presidentit serb Aleksandar Vučić për ndryshimin e rrjedhës së lumit Ibër që do të rrezikonte furnizimin me ujë të Kosovës. Pas qëndrimit të kryeministrit Edi Rama dhe Tiranës zyrtare se Serbia nuk mund të pretendojë që pasojat e mundshme të devijimit të lumit Ibër ndalen në kufirin e saj, duke hedhur poshtë edhe pretendimet për Shqipërinë e Madhe, përplasja mes dy vendeve vijoi të martën me ministrat e integrimit. Ministri serb për integrimin europian, Nemanja Starović, akuzoi kreun e qeverisë shqiptare se po anashkalon kartën e OKB-s, duke këmbgulur se Kosova mbetet pjesë e Serbisë. Kosova ndodhet brenda kufive të njohur nga OKB-ja të Serbisë. Këta kufi janë dhe duhet të mbeten të paprekshëm, pavarësisht nëse flasin për Serbinë, Ukrainën, Kinën apo Kipron, përfshirë natyrisht edhe Shqipërinë. Të flasësh për marrëdhënie të mira fqinjësore, ndërkohë që refuzon të respektosh integritetin territorial të fqinjit tënd, nuk është gjë tjetër veç se hipokrizia mbështjell me fjalë boshe. Deklaratave të ministrit serb ju përgjigj nga Shqipëria ministrja e shtetit dhe krye negociatorja Majlinda Dhuka. Rezoluta 1244 nuk rivendosi sovranitetin serb mbi Kosovën. Ajo vendosi administrimin ndërkombëtar, largoi forcat e sigurisë serbe, krijoi një proces të veçantë politik për statusin e ardhshëm të Kosovës dhe ç'është më thelbësore, nuk e paracaktoi rezultatin e atij procesi. E drejta ndërkombëtare nuk bëhet më e leverdisshme duke u cituar me zgjedhje dhe historia nuk kthehet pas, thjesht sepse Beogradi vazhdon të presë që ajo ta bëjë këtë. Duke ju përgjigjur pretendimeve të Beogradit për integritetin territorial, ministri Dhuka thekson se Shqipëria nuk ka asnjë pretendim ndaj Serbisë dhe se krahasimi I Kosovës me Ukrainën nuk qëndron. Kosova nuk u aneksuar, Shqipëria nuk ka absolutisht asnjë pretendim territorial ndaj Serbisë dhe as ndonjë agjend për ndonjë gjë më të madhe, përveç një Europe të madhe me Shqipërinë, Kosovën dhe edhe Serbinë së bashku brenda saj. Le t'i lëm fantazmat e Shqipërisë së madhe dhe Serbisë së madhe e të shijojmë daljen e tyre të merituar në pension. Krye negociatorja shqiptare sqaroi ministrin serb edhe për marrëveshjen e Brukselit, duke thënë se asociacioni duhet të trajtohet në kuadër të dialogut. Ibri duhet të mbartë ujin, jo pa kënaqësitë gjeopolitike, mbyll reagimin e saj ministri Dhuka. Negociatorët iranian janë dinak dhe të pandershëm, deklaroi presidenti amerikan Donald Trump, sipas të cilit ata bien dakord për diçka, por pastaj ndryshojnë qëndrim, ndërsa Izraeli dhe Libani pritet të rinisin negociatat në muajin shtator në Rom. Presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump akuzoi negociatorët iranian si dinak dhe të pandershëm. Ata janë negociator dinak,
sepse bien dakord për diçka dhe pastaj dalin dhe thonë se nuk kanë rënë dakord kurrë për të. Ata janë njerëz të pandershëm, tha Donald Trump gjatë një interviste. Sipas kreut të shtëpisë së bardhë, Irani është në vështirësi të mëdha, jo vetëm ushtarakisht, por edhe ekonomikisht. Ne kemi kontroll të plot. Unë jam bankier i tyre. Ata kanë inflacion 300%. Moneda e tyre është pothuajse e pavlerë, shtoi Trump. Ndërkohë si Washingtoni ashtu edhe Teherani kanë akuzuar njëri tjetrin për shkak të negociatave të ngecura për lundrimin e lirë në ngushticën e Hormuzit. Nga ana tjetër, Izraeli dhe Libani pritet të rifillojnë një raund të ri bisedimesh në fillim të muajit shtator. Sipas mediave ndërkombëtare, bisedimet mes palëve do të zhvillohen në kryeqytetin e Italisë, Rom. Lajmin e bëri të ditur Departamenti i Shtetit i SBA-s në një deklaratë, ku thuhet se Shtetet e Bashkuara do të udhëheqin bisedimet si ndërmjetës. Qëllimi i bisedimeve është që të jepet fund luftimeve në territorin e Libanit, ku trupat izraelite po kryen sulme të erpashershme, duke shënjestruar objektiva të grupit militant të mbështetur nga Irani, Hezbollah. Ishte gjithçka për këtë edicion, ju falenderoj që na ndoqët, natën e mirë.